Është një tronditje e regjimit, një mësim, heqje e mundësive goditëse raketare, sepse bërthamarët nuk besoj se ka. Në qoftë se ata do të arrijnë të gjitha nuk mund të asgjësohen dot, po do të arrijnë që të mposhtin mbrojtjen kundërore, se nuk e kanë mposhtur plotësisht mbrojtjen kundërore, se kuptohet për 5 ditë luftim nuk mposhtet dot plotësisht. Atëherë ata me mundësi teknike që kanë do të mbajnë nën kontroll ditë-natë hapësirën ajrore të Tiranit. Mbajtja nën kontroll ditë-natë hapësirës ajrore të Tiranit me avion zbulimi, me dron, me avion goditës, nënkuptojnë që shtretërit e lëshimit të raketave iraniane do ta kenë shumë të vështirë të dalin nga ato tunelet dhe të lëshojnë raketat. Sa kohë kërkon? Atëherë, shiko, janë dy tipe, dy teknologji. Raketat, një pjesë raketave janë ato të vjetrat janë me atë që quhet karburant të lëngshëm, e cili do me orë, mbase me një ditë për të përgatitur raketa për lëshim, dhe raketat me karburant të ngurtë janë thjesht kërkojnë vetëm atë futjen e shinjestrës në kokën luftarake të saj, e nxjerr nga tuneli, e lëshon, futet prapë në tunel, ringarkohet përsëri. Prandaj askush nuk e di se sa janë shtretët e lëshimit ka. Shtretët e lëshimit dhe më tepër se shtretët e lëshimit, rezervat e raketave balistike. Unë nuk e besoj atë shifrën, se kjo shifra 3.000 raketa ka dalë nga Izraeli. Izraeli është i prirur të rrisë. Mendojnë që janë më pak? Unë mendoj që janë më pak. Raketa moderne, supersonike? Moderne. Shiko, dhe vetë këto raketat balistike janë në disa breza. Brezi parë dhe i dytë janë këto që sa po përmenda me karburant të lëngshëm janë si teknologji e skudëve të vitit 60. Po. Brezi më i ri janë këto me karburant të ngurtë dhe hipersonike. I gjithë mbrojtja kundërore e Izraelit, e këtyre vendeve që kanë Patriot. Pra, sistemi Patriot është i dizenjuar për të azjesuar këto raketa. Balistike. Jo hipersoniket. Hipersoniket kanë rezultuar që përqindjen e goditjes e kanë shumë të ullët. Nuk kam të dhëna në lidhje me përqindjen e goditjes së raketave të flotës, sepse unë mendoj që raketat e flotës, raketat SM-2 dhe SM-6, që kanë destroyerët amerikanë, bashkë me radarët e tyre Spy, kështu quhen ata radarë, Spy 2, nuk kam të dhëna se sa e kam pas përqindjen, por nisur nga prioriteti Amerikanë për të mbrojtur flotën, unë mendoj që raketat amerikane që nuk ja kanë dhënë askujt këto raketa, që i mbajnë për vete. Megjithatë, Abraham Lincoln u largua nga rrezja e veprimit. Po sepse u largua, ajo është aq e vlefshme dhe zorë për mbajtëse amerikane, sa komanda e flotës amerikane pretendon dhe e quan më mirë të harxoj karburant për furnizimin e avionëve të përmbajtëses në ajër, se sa në një raket supersonike anti-anije. Kineze mund të ketë mbërritur për këto 7 muaj në Iran. Edhe mendoni që do më thënë armatimi që i ka dhënë Kina ose Rusia, ose gjithashtu vetë dronët që këta kanë të famshmit Shahed, të shfrytëzojnë sistemin satelitor kinez dhe rus për të goditur në thellësi? Rusi nuk është i sakt, po kinezi është çështja. Pse sistemi rus nuk është i sakt, sepse rusët kur e hapën vetëm me 18 satelitë.
Edhe me pretendimin që sa më tepër të çosh, po ai sistem do 36 satelit. Minimalja e do 24 për saksi X, po me 36 satelit rreth e rrotull globit, ai sistem është Njerëzit që hodhën 50 cm. satelitin e parë nuk kanë më tepër. Po jo, është çështja e E qartë, çështja e Po kinezët i kanë, e mbulojnë me saksi? Padyshim, kinezët e kanë të tyret me saksi, sepse kinezët kanë harxuar miliarda për të kuptuar. Se kuptuan këtë gjë që ti je një superfuqi, do të jesh superfuqi hapësinore. Hapësinore, jo ajrore. Hapësinore. Pastaj fillon... Do ta lejojnë kinezët rënien e Iranit? Nuk, unë mendoj që kinezët janë të pavendosur tashti për të bërë në ndërhyrje. Po e përdorin vetëm si fushë studimi më tepër. Mendoj e përdorin vetëm si fushë studimi, mund t'i japin të dhëna nga sistemi i tyre satelitor, mund të ketë në një specialist të mbrojtjes kundër ajrore kineze atje, mbas edhe rus, vetëm për faktin për të testuar radarët e tyre. E para dhe e dyta, për të zbuluar gjurmën elektronike që le F-22 dhe F-35 dhe B-2 në radar. Sepse ata e len një lloj gjurme elektronike. Mase me masin e zogut, mase me, mund të them tash sakt, dhe kjo gjurme elektronike merret dhe futet në kokat inteligjente të radarëve të ardhshëm dhe të aviacionit kinez, apo dhe rus, apo dhe të raketave ajër, në mënyrë tillë që të bëhet një hap afrimit deri tek kundërmasat ndaj teknologjisë amerikane. Sot për sot, amerikanët janë le të themi 20 vjet përpara kinezëve dhe rusëve. Kinezët janë të parat. Rusët avion stil kam vetëm një, Su-57, të cilin vete pranojnë që nuk është pra aftësinë e padukshme e ka cilësinë e fundit. E qartë. Nga padukshmit është më i dobti. Po si jo, këta lloj avion është gjeneratës së 5, kërkojnë 3 kushte që të quhen të gjeneratës 5. Kushti i parë është të jetë i padukshëm, të jetë still. Kushti i dytë është të jetë super cruise, pra të shkaloj shpejtësinë e zërit pa sforci motori, pa nxjerrë ato gazat në formë flake mbrapa, dhe treta të ketë sistemin 360 gradë, ose më mirë sistem sferik, të asaj që amerikanët e quajnë situation awareness. Pra radarët, nëse avionët e tjerë kanë vetëm radarin që shikon përpara në një kont caktuar, ata kanë 5 ose 6 radarë që e mbulojnë komplet. Rusët super cruise-in e kanë arritur, këtë radarët i kanë arritur, për s'kanë arritur stiltin. Plotësisht sa amerikanët, edhe që të arrish atë në mos dekada vite po njërë. Dhe mendoj që këta kanë qenë specialistë atje thjesht për të marrë këtë gjurmën elektronike.